Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje, mirë se takohemi edhe këtë të premtë, njëri të premtën e fundit të kësaj sezone, sezonës së dytë të Z Podcast. Edhe për këtë javë që shija mbi tort, pra është kohë që karakterizohet nga bashkëdhetarët tanë të cilët jetojnë jashtë vendit. Dhe sonte do flasim pikërisht për njërën pjesë atje, do flasim për jetën fetare të shqiptarëve në Zvicër, dhe për këtë kemi të ftuar kryetarin e komunitetit shqiptar musliman në Zvicër, Fejma Bazi, cilit i dëshiroj mirëseardhje. Kryetar, mirëseardhje. Mirë gjeta, faleminderit shumë për ftesë. Faleminderit juve, përkundër ditëve të ngushta, kohës shumë të limituar, keni gjetur kohë që të vini në Z Podcast. Faleminderit shumë që ndrim me kënaqësinë më të madhe, ashtu siç e potencove vërtet, ne po vi me ditë caktuar këto, ditë caktuar dëshira. Ditë numëruara, edhe dëshira ndoshta më shumë me qëndru së bashku me familjarë, me prindë, me dashamirë rrethin e ngushtë, po megjithatë ne po na imponon nga njëra edhe detyra dhe përgjegjësi që po i kemi, po dohet me pas edhe takime dhe dohet realisht me gjithë kohë. Mi po megjithatë po mundohemi me dhënë atë kontributin tonë, edhe mos me munguan edhe aspekti i takimeve, përderisa ne vërtet po vim, ndoshta me pas një pushim me afër familjarë, po megjithatë përderisa kemi marrë përgjegjësi, po dohet me pas edhe takime me takuan edhe drejtues institucioneve fetare, drejtues institucioneve edhe tjera e shokëve dashamir, po përgjithësi mirë, elhamdulillah fi Zotit. Kryetar, ç'i shpesh Kosovën kur vjen, ndoshta më rrallë i vren ndryshimet pak më shumë se sa na që jemi çdo ditë këtu, dhe ndryshimet vijnë ngadalë, jo nuk janë fort të dukshme. Ç'i shpesh ju? Unë që 13 vite, viti 14 kam filluar që jam në Zvicër, në zonë atje në qendrën islame shqiptare për integrim kulturë dhe religion. Që jam si imam atje, pas një vitit kom udhëheqë dhe për 8 vite kom qenë si kryetari i qendrës në Lozon atje. Domethënë ka që 13 vite që jena larguar nga Kosova, domethënë me veprimtari, domethënë të njëjtën veprimtari që kena bën këtu dhe atje si shërbim si imam. Po në forma në forma komplet ndryshe thoya. Dhe malli për Kosovën patyshim që për vendlindjen është edhe besoj që ka me qenë terin frimin e fundit të jetës tonë, për arsye se është vendlindja, është vendi më i dashur për ne. Normal që sa herë të vim shohim ndryshime realisht. Ndoshta ju që jetoni këtu vazhdimisht, ndoshta edhe çdo ditë mësoni me i pa ne ku të vim. Çuçi ke pa këto 13 vite? Fatmirësisht ndryshime ka. Do i paraqitje dy fotografi para 13 viteve dhe tash. Ka ndryshime, besoj që ka ndryshime shumë dukshme, ndryshime besoj që me një aspekt ka për të mirë, mendoj, në kuptimin institucional, që është ndoshta institucionin fetar dhe të Bashkisë Islame është shumë, domethënë ka evoluar për të mirë, ka hisë shumë përpara, në përgjithësi në infrastrukturën në Kosovë, sheh përmirësime gjitha në aton, ndoshta është një dallim ose një vërejtje, si më thonën, që sot ne e shohim, besoj që edhe ju e vërejni këtu që është, që ka hup respektin ndaj njerëzve, ka hup dignitetin njerëzor, ka hup kuptimin shumë gjëra të mira që i kemi pasur ndoshta para luftës, si popull shqiptar, që kemi pas vlera, respekti, ndërsjellja, afërsia me njëri tjetrin, respekti ndaj vjetrit, sot më nuk e gjan këtë. Për fat keq, domethënë këtë aspekt shoh që jemi shumë brapa, shumë kuptimin nëse është një pjesë ndoshta po shkojmë nga Evropa, po nuk mendoj që është rruga e tillë që me ecë në Evropë, për arsye se digniteti njerëzor është mbi gjitha, pa marr parasysh ku jeton dhe ku vepron. Do të më qenë stoik njeriu, edhe do të më qenë i tillë në kuptimin që digniteti është mbi gjitha, edhe me rujt parimet mbi gjitha njerëzor. Unë shpesh nganjëherë dhe ligjëratat e mia, edhe këtu sa kam qenë si detyrën e kryimamit në Këshillin e Bashkisë Islame në viti, po edhe atje që detyrën e imamit, po tash edhe në përgjithësinë e re që kemi morën, unë shpesh nganjëherë tham, edhe nëse dikush ndoshta në kusht fetar, po e beson Zotin, po jo praktikant, në kuptimin që me e kuptu emisionin e fejes, me e kuptu në mesazhet fetare që na obligon në çështjet morale edukative që me pas, vërtet me pas një nivel të ngritur, edhe zotë edhe që qëllimi i fejes, është shpesh tham, edhe po mos jesh fare fetar. Po s'paku është dash me rujt çështën kombëtare tonën, edhe kultura jonë, tradita jonë fetare, respekti ka qenë mbi gjitha, digniteti ka qenë mbi gjitha, morali ka qenë çështje madhore në shoqërinë tonë. E për fat keq këtë kohët fundit e shoh një mangësi ose një zbehje me thonë. Po shpresoj që ne bashkarisht
si lider fetar, si udhëheq fetar, po edhe institucionet tona shtetërore, mendoj që duhet të punojmë më shumë në aspektin edukativ, se ndoshta është momenti i fundit që vërtet ka nevojë një bashkëpunim mes institucioneve, mes domethënë personave, individave, njerëzve të cilët kanë pozita dhe e kanë në kuptimin me një farë mënyrë drejtën ose ndikimin që mund me bë direkt në këtë çështje, besoj që ta keni bashkëpunim, se vetëm duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, pa marrë parasysh në gjitha shoqërinë tonë, mendoj që ma le të arrijmë rezultatin. Po nëse vetëm një pjesë e shoqërisë ose individave e kryen misionin vet, po pjesa tjetër nuk e kim mbështetur ndoshta shumë faktorëve të tjerë, probleme ardhë të suksesi. Kryetar, i përmendë dy elemente, pjesën kombëtare, traditave, identitetit dhe pjesën fetare. I keni parasysh këto në qendrën tuaj, si e vlerësoni gjendjen aktuale të shqiptarëve dhe muslimanëve në Zvicër? Mendoj që janë dy komponente shumë me rëndësi. Më thonë, në diasporë, në veçantë në Zvicër, që 13 vite që jam atje, çështja kombëtare dhe çështja fetare mendoj që janë dy gjëra të mishrueshme me njëri tjetrën që në asnjë mënyrë, në asnjë moment nuk guxojmë të bëjmë ndarje ndaj njëri tjetrit. Unë mendoj që përmes qendrave tona, përmes xhamive, ne po erujmë, domethënë po japim një kontribut jashtëzakonisht shumë të madh në rrugën e identitetit tonë kombëtar. Çka saktësisht? Duke pas parasysh se deri para luftës, nderuam qendrim, kanë pas klube. Të shqiptarët, komuniteti jonë shqiptar është taku përmes klubëve, edhe janë taku edhe pak a shumë janë mundu me rujt njëri tjetrin, me dhënë kontributin për vendlindje, me shpalljen e pavarësisë, domethënë në vitin 2008, 17 shkurt 2008, me bërjen e Kosovës shtet, fatmirësisht që domethënë në shumë vende domethënë u çelën edhe ambasadat, edhe konsullatat, tash në aspektin politik, diplomatik, domethënë i kemi ambasadat, konsulatat tona, kemi ambasadën e Republikës Kosovës në Bern, e kemi konsulatën e përgjithshme të Republikës Kosovës në Zhenevë, tash para 2 javë, 3 javë edhe konsulata e Republikës Kosovës që ka qenë në Zürich, ka qenë konsulat, domethënë normale tash është bë konsulat e përgjithshme e Kosovës, kështu që në aspektin diplomatik jemi të përfaqësuar mirë. Edhe besoj që kur nuk kemi pas ndoshta diplomat në kuptimin vërtet shumë aktiv, edhe bashkëpunues, edhe me shtetin, po edhe në përgjithësi me komunitetet, edhe komunitetin fetar, edhe komunitetin e bizneseve, shoqata, organizata të tjera. Ndërsa pas përfundimit domethënë luftës, pas organizimit të jetës diplomatike, sot komunitetin shqiptar me kënaqësinë më të madhe e tham, edhe me bindjen më të madhe, duke argumentuar se ne vetë po jetojmë atje, po e prekmë dhe po e shijojmë, sot shqiptarët i gjanë komunitetin shqiptar me shumicë, po flas me një shumicë absolute, sot i gjanë rreth qendra, rreth xhamia, qendra kulturore, ne i quajmë xhamia, institucione fetare, sot shqiptarët aty i gjanë. Edhe ne pyetja juaj ke se si në çfarë mënyre po e ruajmë gjuhën dhe kulturën. Për arsye se janë xhamiat, qendrat sot në diasporë, janë institucione që më shumë të flitet shqip, ligjërohet shqip, bisedohet shqip, fëmijët mësojnë gjuhën shqipe. Domethënë është vërtet vendi aktivitete të ndryshme, promovime të librave, kurse të ndryshme, domethënë bëjmë ligjërata, tribuna kemi mujore të rregullta kemi, pastaj organizime sportive, turnira. Qëllimi është që çdo veprim që e bëjmë, çdo në kuptimin organizim që e bëjmë, qëllimi është që më shumë të arrujmë komunitetin tonë, në veçanti rinien tonë tashme, me aktivitetet mundohemi ne edhe pse jemi qendra fetare atje, xhami jemi, po shumica aktivitetet tona e kanë karakterin kombëtar. Se ne e dim si një xhami normal kur themelohet, baza themeli, qëllimi i xhamisë është, domethënë adhurimi ndaj Zotit, kryerja e obligime fetare. Mirë, po ne vërtet fatmirësisht që ne në Zvicër kemi me kënaqësinë më të madhe, sot e kemi më të mirë në diasporë ndoshta e kemi në Zvicër. Për me vërtet janë zgjath. Edhe më që janë jashtëzakonisht shumë aktiv, edhe bëjnë punë jashtëzakonisht shumë të madhe, edhe sot ne vërtet përmes xhamive ne po mundohemi edhe po japim kontributin me kënaqësinë më të madhe, thash, janë vendet, xhamit, qendrat janë kthyer në vend ku ruhet gjuha dhe kultura. Sot çdo xhami, domethënë ka dhe shkollën shqipe brenda institucionit xhamisë. Përveç se ne, domethënë kemi mësues, arsimtar e mësuese të veçanta, të cilat jo imamat që e bojnë ato, po kemi mësues
të pregadit. Do të thonë që e japin mësim besimin plotësues shqipe me abetarët të cilat janë nga Ministria e Diasporës që është e Kosovës, Ministria e Arsimit dhe Diasporës që është e Shqipërisë edhe e Maqedonisë Veriut. Do të thonë në bashkëpunim 3 shtetet e tona që kanë një abetarët përbashkë për diasporë, do të thonë me plan program, do të thonë ministrisë, jo në bazë dëshirës ne që dëshirojmë. Kështu që mendoj vërtet është ka bëhet punë jashtëzakonisht shumë e madhe, edhe kisha bën thirrje që vërtet kena nevojë ne me ambasadat, me konsulatat kena një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me ambasadën e Kosovës, Shqipërisë dhe të Maqedonisë Veriut, po kisha bën thirrje që edhe institucionet e tona ta vlerësojnë këtë punë. Institucionet tona rastësisht në Kosovë, po në vendet tona përgjithësi ta vlerësojnë punën të madhe që bëhet jashtëzakonisht madhe edhe të fuqishme që bëhet nga udhëheqësit e qendrave islame shqiptare, xhamive që bëhen në diasporë. Në veçantë në Zvicër, se komuniteti jonë ndoshta me një shumicë është në Zvicër edhe në Gjermani që dallohet. Po vërtet po them jena të kënaqt. A ka mundësi më shumë më bë? Padyshim që ka. Po edhe puna që është të bë, tashti është ka bëhet një punë jashtëzakonisht shumë e madhe. Ne si imam i prim, domethënë po kemi kryetar xhamia, kemi kryesi xhamia të cilën me punë vullnetare e bojnë atë. Domethënë mi, ndashta na si një imam e morëm nga një shpërblim, nga një pak të cilën ne shërbejmë si imam. Me po kryesit e xhamia, kryetarët e xhamia dhe komuniteti jonë që i mban gjitha ato qendra që janë diasporë vërtet meriton një falënderim të veçantë dhe mirënjohje të veçantë për punën dhe kontributin e tyre vullnetar që e bojnë. Kryetar, cili është vizioni saktësisht i qendrës ku ju udhëhiqni aktualisht? Po shiqon unë ashtu siç e thash, qëllimi kryesor është i një qendrës njohja e Zotit. Po mbi gjitha ne përmes qendrës po synojmë ndonjë plan më konkret, ndonjë shtrirje, ndonjë zhvillim në disa aspekte, ndonjë fokus më të veçantë. Përmes qendrës thash qëllimi kryesor jonë është që ta ruajmë identitetin tonë fetar dhe kombëtar. Këto janë ato limite që asesi nuk lejonin ndërhyrje. Besoj që këto janë këto gjëra që këto janë 2 limite të cilat qëllimet kryesore jonë është që çdo aktivitet që e bëjmë ne, çdo hap që e morëm, çdo iniciativë që e morëm, qëllimi kryesor është si me arterit e rutja e këtyre 2 shtyllave që janë të mishtrueshme ndaj njëra tjetrën. Cilla para, siç më thon, a bën koci pa mesh ose mishi pa koc. Është diçka që nuk e ndajmë ndaj njëra tjetrën, edhe aktivitetet përgjithësi që janë mundomi me qenë, domethënë që ju shërbejnë këtyre 2 komponenteve që janë më të rëndësishme, domethënë që i kemi në mesin tonë, domethënë që janë në vetveten tonë, që janë gjëra që janë shpirtërore, ideali jonë që është rujtja e besimit tonë, edhe rujtja e identitetit tonë kombëtar. Ne bashkëpunojmë edhe me të tjerët, edhe bashkëpunimi me të tjerët është në superlativ realisht edhe me komunitete të tjera në përgjithësi, po fundës këtë kemi edhe urdhër kuranor që ne kemi obligim, siç ka thënë Zoti në Kur'an, ja juhan nas, o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, ju kemi popull dhe fise që të njihni e të bashkëpunoni me njëri tjetrin. Pra me një farë kjo është edhe urdhër kuranor, është Zoti na ka krijuar tillë. Ne nuk në kuptimin mendojmë, ne mundohemi me rujt atë që Zoti na ka bërë tillë. Hiç më shumë jo. Pa i fy, pa i nënçmu, në asnjë mënyrë nuk ja lejojmë vetvetes, jo me mendu, me vepru, po me mendu. Po ne mendojmë me rujt atone. Mirë, po bashkëpunimi patyshim që edhe një ndër çështjet kryesore, bashkëpunimi është edhe me institucionet vendore, po edhe me komunitete të tjera të cilat jetojnë dhe veprojnë, domethënë, jo vetëm vëllazon, po mbar Zvicrën përgjithësi. Si e vlerësoni gjendjen e trive? Sheh interesim më shumë si e sheh ato përballë sfidave moderne? Sot realisht është pak më mirë. Është pak më mirë, një pyetje shumë interesant. Unë kam marrë që një javë ditë parafërsisht në Kosovë, edhe gjumon e kaluar faleminderit për kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame. Osamedin Efendi Hoxha më çoi me një xhami në komunën Vitinës, atje falën namazin e xumës. Xhamia është e mbushur, edhe shumica thuja se kanë komplet të ri. Mirë, po gjatë bisedës edhe me kryetarin dhe me shokë tjerë atje në komunën e Vitinës, po i pyesa a ka në ditën e xhumë, a varehet, domethënë, a ka domethënë frekuentuar xhamat në ditën e xhumë. Një diçka që merr shumë keq merr që në shumicën e xhamia po edhe në përgjithësi edhe në Gjelanën në vende të tjera që më me bisedu me kolegë shok që numri ka ra kaqësi shumë.
për arsye thasë një pjesë të rive ka dalë shumë jashtë. Ka rënë numri i banuesve, I banuesve të Kosovës, i banorëve, domethënë nuk kushto. Ka problemi që nuk janë, domethënë nuk vijnë. Po është problemi që kanë dalë shumë diasporë. Në veçantë disa nga imam, domethënë edhe njohin xhamatën e tyre se janë në përfshatra, domethënë. E të flasim për ata që kanë ikë atje profesor. Tash po. E që ju I keni atje. Po, të rinjt e Zvicrës. Po, deshta me lidh këtë që pe këtu, domethënë kanë ardhur atje. Fatmirësisht sot në diasporë, në veçantë në Zvicër, ne krenomi me një pjesë bukur të madhe, domethënë trive tanë të komunitetit tonë që kemi në përqendra. Vërtet I kemi xhamijat qëndrim të stërmbufshra. Kemi problem ditëve xhumë, kemi problem gjatë muajit të Ramazanit. Sado që janë ble objekte, edhe një pjesë e kemi edhe me qira, edhe janë objekte ka gjë të mëdha në kuptim me tham edhe figurativ edhe në qendra që janë të mëdha, hapësira është kemi menuar në fillim që do të jetë mjaftueshme, realisht 4-5 vitet e fundit, 50 vitet e fundit është jashtëzakonisht shumë e vogël për numrin e frekuentuesve e trive në veçantë. E përmendën se një pjesë domethënë gjenerata e parë që ka shkuar shumë pak kanë besë, një pjesë edhe kanë ndruar jetë edhe na thon inshallah Zoti I shpërblen se ata kanë qenë ç'më thon investues më të mëdhej se ata I kanë nu temelet domethënë në shtetin temelet komunitetit fetar në përgjithësi, mi po gjenerata e re tash I fatmirësisht është shumë frekuentuese, është prezencë shumë në xhamia, një problem thash që e kemi ne që nuk po kemi hapësira të mjaftueshme. Kryetar, ndonjëherë mësimet hyjnore thrasin më shumë për kualitet se sa për kuantitet. Ka vetëm numër të madh apo ka edhe interesim të madh përballë sfidave, pra fatmirësisht qëndrim ato që I kemi na prezant atje vërtet janë nivel dëshirueshëm. Sinqerisht po e them. Jo në nivel dëshirueshëm, jo në një nivel tjetër. Ndoshta është edhe nga ajo tërësisht se para po them gjenerata e parë që kanë thoni mund shumë, po gjenerata e dytë e tretë që janë tashti, ato sot I gjen janë të integruar në shkallën më të lartë, sot gjen mjek me renome nivel Zvicër, për shembull flas pas për dhe sa në Zvicër janë përgjithës aty. Sot gjen të komunitetit tonë që janë, domethënë në shtëri, që kanë detyra në polici, në gjykat, në për çdo vend sot I gjen të integruar të rit. Edhe të gjen të integruar në kuptimin në gazetari në çdo vend thoya. Sot I ki edhe domethënë me përgjithësi, jo thjesht me një institucion, po në institucione drejtuese I gjen. Edhe kur I ki gjitha këto profile, edhe I ki të kyst, edhe nuk vjet turp me ardhmë në xhami edhe me dhon kontributin e tyre, vërtet është kënaqësi një dhe pastaj sot qendrat kanë filluar, domethënë që përpara ka qenë qëllimi që domethënë si ta gjejmë një vend me qira, ta mirëmbajmë, ta kryjmë çështjen e namazit, domethënë obligimet fetare, sot kanë filluar edhe të bëhen qendrat e tona të bëhen të pronë e komunitetit tonë. Edhe për të bërë pronë e komunitetit tonë vyn me dhënë edhe një kontribut jashtëzakonisht shumë I madh, një kontribut edhe material, po edhe kontribut në kuptimin çështje të tjera, sot fatmirësisht prapë po thamë, kemi një rini se vërtet një krenomi. A ndodh të jetë fuqizimi I rrënjeve, pra një person I ri të vjen të ballafaqohet me një ambient me frymë ateiste dhe të ballafaqohet me disa pyetje që nuk ka dëgjuar më parë dhe të vjen të këshillohet me ju sekretar, thotë kështu kam dëgjuar, kam menduar, nuk po gjej dot përgjigje. Pra në kontekstin e kohës të vendit. Po në kontekstin e kohës shqipim, sot domethënë dallimi është padyshim që është mes gjeneratës kaluar dhe gjeneratës tash të re, e bën edhe teknologjia, rrjetet sociale e bën vetën, informimi është shumë më I madh. Po sot detyra e imamit, atë që ta thash edhe në fillim, detyra e imamit me krahasu me vendlindje dhe me krahasu me diasporë, sinqerisht ka dallim shumë të madh. Tash tregoj, pse unë kam qenë edhe imam këto, kam qenë edhe udhëhes kryimam, kam qenë dikom afër 10 vite në Këshillin e Bashkisë Islame në Viti. Imami sot atje nuk është vetëm imam. Imami do të më qenë një imam, një udhëhes I mirë, një psikolog I mirë, një sociolog I mirë, një këshilltar I mirë, jo vetëm thjesht një ligjërues në xhami. Po imami sot vërtet për çdo çështje që ka komuniteti jon. Ka edhe prej atyre ndoshta të cilët nuk kanë të bëjë fare me fe. Ndoshta nuk është njës I fesë fare. Ndoshta nga një herë ndoshta është edhe kundërshtar në kuptimin I fesë. Po ka prej atyre që e besojnë Zotin, kuptimin e shohin veten që fetar, po jo praktikant për çdo problem të imami është. Domethënë çdo problem ku më shku te imami. Imami ndoshta vjet ty të pyet diçka lidhet që nuk e nin veten rahat. Ndoshta la pa shku mirë te mjeki vjet te imami. Domethënë imami vërtet sot nuk është vetë ka kryen detyrën e imamit. Tash imami do të thonë detyrën e psikolog I mirë, do të thonë sociolog I mirë, do të thonë një këshilltar I mirë, do të thonë një lider I mirë.
Thuja se gjithçka, sinqerisht për gjithçka ju drejtohen imamit. Sot për këtë arsye thash imami vërtet është shumë i angazhuar. Del me ngjes për namaz sabahit, ndoshta mund ta ketë një hapësirë paradite. Po me falë namazit drekës, ndoshta po e them me përgjegjësinë më të madhe, ndoshta në ora 12, ndoshta në ora 1 të natës kur të kthehet në familje. Domethënë që është i angazhuar jashtëzakonisht, jo vetëm me pjesën e komunitetit tonë të cilët janë antarë dhe e mirëmbajnë, po edhe me pjesën tjetër të cilën ato janë në atë qytet për shembull, që kanë pyetje, përgjigje, kërkojnë sqarime për imamit, kërkojnë çmë thon në këshilla nga imami, këshilla pra po tham, mundohemi ne që aty ku kemi mundësi ne më i këshillu, po aty ku kemi mundësi nganjëherë që vinë dhe kërkojnë këshillën tonë, po ne detyrimisht normal që i thojmë që e shqojmë gjatë bisedës, ty nuk je për te imami. Ti dush me shku me kërkuar në vërtet një psikolog, ose të me shku te mjeki, se jeta shumë dinamike në Zvicër qendrim. Po thua që këtu në Kosovë jeta shumë e shpejt edhe vërtet edhe lodhet psiqike janë shumë më të mëdha. Realisht është e kuptueshme se çdo punë është me minutë, çdo takim është me minutë. Edhe ndoshta edhe stresi është shumë më i madh. Edhe mendojnë të kur të ngarkohet me takime të shumta, me stres, me jetën e përditshme të vazhdueshme kështu, edhe vërtet psiqikisht lodhen shumë. Ku më shku te imami? Imamët në Kosovë nuk i kanë këto elemente. Nuk i kanë, thash kom qenë. Janë vetëm imam sa për të kryer namazin. E kryen namazin, e kanë ligjëratën për shembull ditën e xhumë, edhe rastisht më domethënë pjesë tonë e kanë në çështën e besimit. Po vërtet pra po tham imamit më qenë atje lider, udhëhet xhamie. Edhe pse e kena kryetarin, e kena kryesin, domethënë edhe xhamisë, po detyrisht imamit do të më qenë ato. Imamit domethënë do të më qenë iniciator si me për kufizuan që më thon për me zëru shumë këtë temë. Imami me një familje ose një xhami ose një qendër me një qytet është një bashkësi islame në veti. Ndërrum qendrim. Është një këshill i bashkësisë islame në veti. Domethënë, sukur një këshill i bashkësisë islame që ka 30-40 xhamia që menaxhon për shembull në komunë, xhamia në qytet për shembull, në një qytet qendra është me një familje këshill në veti. Jo me një familje, po e kryen çat. Obligohet domethënë imami gjitha porët e jetës me dhonat kontributin e tij. Në Kosovë atëherë nëse nuk ka ose po e zëm që ka shumë pak, kush po e kryen rolin e mentorit, udhëheqësit shpirtëror dhe jo vetëm një prisi të një intervali të shkurtë kohor, vetëm pak minuta në namaz. Është që unë realisht më fol realisht se jam i tillë edukum që nuk di shumë me politikë, sinqerisht po them, edhe po e them ndoshta si sugjerim për shokët e mi, kolegët e mi, imamat të cilët janë imama në për xhamia, imami është detyrë e shenjtë. Sinqerisht për mua një detyrë shumë e veçantë. Nuk është thjesht një post që ke morti, me kry, po është një detyrë shumë e shenjtë. Edhe do të me pas është nderi më i madh të qendurit imam. Bon krahasimi mes të qendurit imam në diasporë edhe të qendurit imam në vendlindje, sinqerisht po them dallimi është jashtëzakonisht shumë i madh. Sa atje gjithçka pritet për imamit. Çdo iniciativë pritet për imamit. Çdo iniciativë detyrimisht imamit do të më pas ide për më shku përpara. Këtu imami për fat keq nuk e di ndoshta edhe kushtet, mundësitë sa janë, edhe kjo ndoshta e bën pak. E ke fut elementin e nevojës te këto analiza që ke bërë, sepse ndoshta atje nevoja duhet. Edhe nevoja, po edhe nevoja, po edhe këto komuniteti jon për me hec përpara shpesh nganjëherë i tham edhe drejtuesve të këshillave të bashkësive islame, nuk ka mundësi ndoshta edhe një kryetar ose një kryeimam ose një mufti na shumë qenë suksesshëm përderisa edhe imam nuk e mbështesin. Është detyrimisht. Jo nuk mendoj që pra po tham imami është gjithçka. Kuptimi është për e kryer një amanet, një detyrë fetare, për e kryer një mision pejgamberit alayhis salatu wasalam, fundja fundës. Do të më kuptu këtë detyrë që e ki. Po nuk i kemi kushtet, kërkoj kushtet. O përderisa e ke pranuar një detyrë tillë, unë pra po e tham sugjerim nga shokët. Unë ndoshta sa jam kon këtu ju mundu me dhon. Po ndoshta seminare të ndryshme, jeta ndoshta na ka imponuar që me pa edhe një imamin edhe me një ç'më thon, edhe me një sy tjetër, jo vetë thjesht me ardhmë me fal namazin, me mos ligjëratën, jo. Mu po më duket pak pra po tham për me përfundu. Si zgjidhje si alternativë, ti marrim gjithë imamët e Zvicrës dhe ti sjellim në Kosovë, spaku për një dekadë dhe mbase do të përmirësohet sepse e kanë frymëzimin që të punohet më shumë dhe ti largojmë nga këtu. Ndoshta do të përmirësohet edhe vendi. Jo, unë ndishqan, nuk e mendoj që ne të vim edhe ta japim kontributin tonë këtu. Po ndoshta ka nevojë që të mbahet seminare të veçantë me imam, ne mbajmë seminare të rregulla, do me thonë atje me imam nderuar qendrim, që
ka dhe shumë pyetje, përgjigje nga ne që kërkohet, domethënë koha e bën vetën, shumë fetfa. Nuk mund aty për aty të me dhonë. Sot koha digjitale për menë më herët ka arë koha, domethënë koha dinamike shumë. Edhe atje ne kemi qëndrime ndryshme. Mirë, po për mi harmonizu qëndrimet e tona, për me qenë më të fuqishëm në mesin ku jetojmë dhe veprojmë në komunitetin tonë, në raport edhe me institucione, ne ko pas kohë, domethënë një herë ose dy herë në vite ne mojmë edhe qëllimi jonë tash edhe ne që kemi marrë udhëheqje në komunitetin musliman shqiptar ne kemi pas edhe më herët. Po mendojmë që me rritën edhe domethënë me shtuan edhe numrin e seminarëve që duhet detyrimisht të bëhen me imam, me kryesitë e xhamive, që me ditë edhe imam me pa rolin e tij. Mes me kuptuar imam që thjesht është imam. Unë nuk mendoj që në është zgjidhje që ne të vim pjatet domethënë edhe të hapim kontributin. Jo, se edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Luginë, edhe në përgjithësi në trojtë shqiptare, unë mendoj që ka imam shumë të përgatitur sinqerisht. Edhe ne jemi njësë ndaj tyre edhe që punën që i bëjmë. Po pjesa ndërmuese ndoshta me thonë, siç më thonë, ndoshta Uzbek nuk kanë arrit me kuptuar detyrën që e ka. Megjithëse gjykimet nga larg parashihen të jenë jo krejtë sakta, po megjithatë. Po kalojmë tek pjesa tjetër për prej shumë aktiviteteve pash që keni edhe tema të mira si muslimani në kohën bashkohore digjitale këto. Si analizoni ngjarjet, ishini çka është e nevojshme, si shkon kjo procedura, pastaj ta vendosni një temë, ta diskutoni, se në fakt kjo është një gjë shumë e mirë. Është një gjë e mirë, një gjë mendoj që e detyrueshme që institucionet udhëheqëse fetare duhet ta bëjnë sot, s'po mendoj kështu. Duke pas parasysh se jeta digjitale e ka bën vetën. Ne detyrimisht tash institucione e kemi obligim me bë organizime të tilla. Edhe për me parë rolin se sa në çfarë ndikimi kanë rrjetet sociale sot. Në aspektin fundam domethënë edhe vetë nëse imam me pa për arsye se nganjëherë ne edhe pse I kemi komunitetin tonë, xhamatet tona përpara kështu, sidomos pjesa e trive sot vërtet ka evoluuar, pra po tham, një pjesë për të mirë, po një pjesë ndoshta duke e morë në fejen edhe nga rrjetet sociale, dika po është prezente edhe çështja ekstreme. Edhe çështja ekstreme jam I bindur nuk po vjen, në veçanti po flas në diasporë, nuk po vjen nga imamët. Sinqerisht po them me bindje shumë të madhe, edhe të bindur që e shon terren edhe I njohim imamët e tonë, nuk vjen nga imamët, po vin pikërisht nga rrjetet sociale. Edhe për këtë arsye ne sot mundohemi domethënë organizimin edhe pse ku morë detyrën, ne kemi filluar domethënë me pas takime me kryesitë e xhamive. Kemi takime tash si të kthehemi edhe me imam, takime sa më shumë të që me pa realitetin, edhe me siç më thon, me rujt komunitetin ton, edhe prej spaku mundu, nuk do të thotë që ne do të arrijmë ndoshta atë dëshirueshëm, po spaku me dhën mundin ton, kontributin ton maksimum që ne mund që të arrijmë komunitetin ton, për fat keq, pra po them se një pjesë ka filluar me morr edhe fejen për rrjetet sociale, jetës digjitale. Mendoj që thash mund më konë me një pjesë pozitive, po një pjesë është kaluar edhe roli negativ. Si qëndron çështja për projektet e ardhshme? Si qëndron çështja e xhamive? Kemi dëgjuar një ngjarje në lidhje me xhamin në Sant Gallen. U hapu mbyllun ngjallën disa debate, çfarë saktësisht ndodhi? Imam xhamin El Hidayah në Sant Gallen është kolegu jon, shoku jon, vllau jon është Hafiz Mehas Efendi Alia, që ka qenë tash edhe kryetari I komunitetit musliman shqiptar në Zvicër. Ato e kanë marrë një parcelë, një tokë, dhe dëshirojnë ta bëjnë një projekt vërtet, një qendër kulturore, fetare, një projekt bashkohor. Në vlerë 15 milion franc. Po shiqon ndoshta vlera pak ka dalë edhe në kuptimin më shumë që më thon si lajm kështu realisht, kështu që qëndrimi nderuam. Është më e madhe? Po, jo, mund më qenë më e madhe, mund më qenë më e vogël. Realisht mund më qenë më e vogël për arsye se ndoshta mirë, vlera e parcelës së tokës që është atje e kanë dikon për afërsisht 5 milion 5.2, që ndërsa vlera e ndërtimit realisht ndoshta mund më jetë reale. Për çfarë arsye? Fatmirësisht ne kemi nga komuniteti jon shqiptar I biznesit është jashtëzakonisht shumë I fuqishëm në Zvicër. Jo që është vetëm mbrana qendrave xhamia tona, po ka dhënë një kontribut realisht sot çdo komunë, çdo kanton në Zvicër që shkojsh, ta takosh kryetarin e komunës ose kryetarin e nivel kantonal, ata kanë mu krenu, detyrimisht kanë me përmendën, domethënë vlerën dhe potencialin e komunitetit shqiptar atje që është. Edhe shumica edhe e qendrave që bëhen atje, ndoshta ku ta shiqosh ndërtohet një objekt, ndoshta e ka vlerën 5 milion, 7 milion, 10, ndoshta edhe më shumë,
Mirë, po realisht bëhet me një farë mënyrë kur bëhet një ndihmë direkte që bëhet prej komunitetit tonë, ndoshta një afarist i njohur, e bjet ndoshta punëtor të tij me punu, ose e bjen materialin ai. Ai që e bjen ndoshta me një shumë më të vogël. Realisht e ka vlerën ndoshta 5 milionë edhe 7, 10. Mirë, po kontributin e tina, domethënë vlerën kur të arrish nuk e ka atë. Për këtë arsye domethënë kanë disa gjëra, u boni një reklam një reklam u bën. A u ndalen punimet, u penguan një herë jo, pse u penguan? Tash do t'ju tregoj që vërtet me kuptu mirë. Ende nuk është bën edhe kërkesa për ndërtimin e xhamisë realisht. Akoma nuk është bërë edhe sot. Po jo, endesh nuk është bërë. Atëherë sot, në këtë moment domethënë është bler parcela, është ka të bojnë parë 2-3 herë kanë të bu parë për me paguën, domethënë tokën që e kanë bler. Pastaj i kanë pas edhe publik nën kont për shembull projektin, i kanë pas disa nga arkitekt dhe është përzgjedh projektin fjalë që e keni pa edhe na për media, është përzgjedhën ky projekt, po në të ardhmen, domethënë mbasi që të bëhet pagesa e tokës, e parcelës, të bëhet pronë e komunitetit musliman shqiptar, xhamisë El Hidajen, më saktësisht aty në Sengalen, pastaj do të bëhet domethënë edhe kërkesa për ndërtimin e objektit të ri të qendrës kulturore. Sot i nderuam qendrim ne detyrimisht duhet të bëjmë projekte të tilla. Thash kem nevojë, ne nuk e bëjmë për shkak të reklamimit, po vërtet e bëjmë për shkak të nevojës se objektet ekzistuese të cilat janë të pamjaftueshme. Thash sinqerisht sot ta potencova në fillim, sot ndoshta këtu shihet, domethënë ramja ndoshta e frekuentimit në për xhamia edhe në ditëve të xhumë ose edhe namazet për shembull taravive në Ramazan, për shkak se një pjesë vërtet edhe ka emigru. Po sot atje xhamiat e qendrat janë stërmbushra. E them me përgjegjësinë më të madhe, unë për shembull në qendrën time prej 400-500 vetëve janë çdo xhumë që e falin. Në Ramazan ky numër shkon edhe më shumë. Nuk vërtet kena problem. Kena problem që edhe jashtë objekte më fal. Në këtë nuk e bëjmë ne për më krenu. Këto xhamia domethënë ju dha një publikim ose dolën shesh me një farë mënyre edhe jo prej dashamirëve ndoshta të fesë. Çfarë ndodhi? Disa kritikuan ashpër, thanë më mirë është mos bëhet. Po kritikuan ashpër, prapë po tham edhe një pjesë që ndoshta edhe nga vetë komuniteti jonë, jo dashamirës. Edhe po bën në xhami nuk kena nevojë kështu, po edhe atëherë i ngritën 2-3 këshilltar komunal, domethënë komunën e Sengalin atje, kërkuan përgjegjësinë nga organet komunale, nga organet kantonale, shtetërore zvicerane, fatmirësisht thuja se në shumicën, po në gjitha xhamiat imamët, kryesitë e xhamive kanë raporte shumë të mira me organet domethënë komunale, kantonale atje. Edhe pastaj ka dalë vetë kryetarja komunës. Edhe para 3-4 ditë, 4-5 ditë, domethënë këtë që ju po doni me potencuan, domethënë u dhani përgjigje nga komuna, nga kantoni që kjo xhami, domethënë këto njerëz e njohemi imamin, e njohemi kryesinë, domethënë xhamisë nuk janë ashtu që ju pretendoni. E dim edhe për projektin fjalë që këto e kanë në plan ta ndërtojnë të ardhmen, edhe normal që ka dalë në aspektin pozitiv, ka dalë mbrojtje të projektit. Gjithçka ishte transparente. Gjithçka ishte transparente, po nuk ka mundësi me qenë transparent Zvicër. Ne si imam, kryesi xhamisë nuk ja lejojnë vetvetes mos me qenë transparencë me komunitetin, domethënë me organet zvicerane, përderisa kena një bashkëpunim jashtëzakonisht shkëlqyeshëm, përderisa na i kanë hap dyert, përderisa kanë, domethënë e kërkojnë një bashkëpunim të tillë, edhe unë mendoj që nuk ka mundësi të ekzistosh në një vend edhe mos kish bashkëpunim. Një xhami nëse mund të ketë një xhami ose një imam tillë që nuk do bashkëpunim, mendoj që nuk ka vend në Zvicër. E ne fatmirësisht si komunitet shqiptar punën e bashkëpunimit ne jemi bashkëpunues, po jemi më shumë se bashkëpunues, edhe fatmirësisht, domethënë fal bashkëpunimit, fal transparencës maksimale, domethënë edhe komuna, edhe kantoni kanë dalë mbështetje të projektit, por normal që projekti do të kalon nëpër kanale, domethënë komunale, janë ligjet të cilat duhet me i respektu. Dhe që do të me pas kujdes, mes me qenë euforik, as në aspektin negativ, po edhe në aspektin pozitiv, po në kuptimin me pas një mesatar, ashtu siç na ka mësuar Zoti në Kur'an. Për te pjesës mirësjelljes, kur parashihet nisen themelet e xhamisë,
kur parashihet të jepet më shumë pjesës në grumbullimit të mjeteve, më sa kompare keni hapur edhe një fond publik për grumbullimin e mjeteve për ndërtimin e saj. Shiqaj nderuam, domethënë ajo është. Na flet më shumë për projekte. Po, në shiqaj projekte, domethënë tash i pas domethënë përfundimit pronës që do të bëhen domethënë parcelë, do të bëhen pronë komunitetit musliman shqiptar. Duhet vazhdojë leja të mirët për ndërtimin e objektit. Tash domethënë këto e kanë marrë iniciativën për me dërgu lejen në organet komunale. Gjasat janë shumë të mëdha që të pranohet. Besoj që gjasat janë për arsye se raporti edhe i Hoxhës Sheikh Mehasit, po edhe i kryesisë, edhe i xhamatit është raport jashtëzakonisht i mirë. Projekti mund të ndryshohet. Vetë komuna, domethënë vetë kryetaria e komunës ka dalë domethënë për emisione televizive atje dhe e ka mbrojt xhamin, e ka mbrojt edhe imamin edhe kryesin duke i njohur se kush janë. Mirë, po tash janë procedura shtetërore që ndërmi nderuam. Domethënë pasi që paraqitet marrja e lejes, paraqitet projekti, pastaj janë procedurat të cilat mund zgjaten si zakonisht, ndoshta 3 muaj, 6 muaj, 1 vjet, se ka komisione do të më dalën në konventin komunal me u votu si projekt. Kto nuk mund saktësisht, ç'më thon, as jo unë si kryetari i komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, po edhe vetë ndoshta edhe imami Hoxha Mehas Efendia, po edhe vetë kryesia, kryetari me kryesinë e xhamisë nuk mund saktësisht me ditë. Mund të japin supozime, po jo saktësisht se mund të mirët leja. Po e mira është që raportet imam kryesi me autoritetet zvicrane janë në shkallën më të mirë të mundshme. Kjo është pozitive. Edhe kur ky raport funksionon, besoj që Zvicra, unë tham me bindje që Zvicra është një ndër shtetet më demokratike në botë. Edhe falenderoj Zotin që më ka qitë pjesë me i shërbi komunitetit tim, aty më konë pjesë edhe me bë jetë në Zvicër është një ndër vendet më të sigurta në botë, edhe atje është çdo gjë, nëse është e drejtë e jotja me ligj, s'ka mundësi kush. Ka mundësi me fol, me pas pjesë negative në aton, po mbi gjithë është ligjet edhe është kushtetuta e Zvicrës e cila neve na i mbron liritë fetare. Dhe ju urojmë shumë suksese edhe në projekte tjera dhe tek kjo kryetare dhe faleminderit që ishe sot pjesë e emisionit. Unë ju falenderoj shumë që ndrem edhe për ftesën, me kënaqësi erdha që të jam pjesë e juja. Dashur miq, është kjo episod i radhës, uroj të keni kaluar çaste të këndshme. Ne me kaq e mbyllim këtë episod dhe këtë sezon. Takohemi në shtator në sezonën e 3 të Z Podcastit. Deri atëherë, pushime të këndshme. Natën e mirë, selam aleikum.